vitin 1966 kur u mbajt plenumi i Brioneve. Politikant e Kosovës, Fadil Hoxha, Veli Deva, Xhavit Nimani, Mahmud Bakalli e tjerë, në diskutimet e tyre në Komitetin Qendror të Jugosllavisë, Komitetin Qendror të Serbisë, kanë diskutuar për gjendjen në Kosovë. Kurse kom harru, kur Veli Deva ka thonë, në vitin 1966, kur u mbajt plenumi i Brioneve, Kosova ka pas gjithsejt 400 njerëz me fakultet. Pra, 22 vjet pas luftës dytë botërore, Kosova ka vetëm 400 vet me fakultet. Si është e mundshme kjo? Kanë bërë pyetjen Fadil Hoxha, Xhavit Nimani, Veli Deva. Si është e mundshme? Do me thonë, UDBA ka bërë një politikë jashtëzakonisht penguese për zhvillimin arsimor, kulturor të shqiptarëve. Një politikë që është përpjek të ralloj numrin e shqiptarëve dhe i ka pengu shqiptarët gjitha pikpamjet. Numri i shqiptarëve të punësuar në sekretariatin e punëve të mbrëmshme ka qenë fare i padukshëm, simbolik. E kupton? Numri i shqiptarëve të punësuar në përgjithësi, në krahasim me serbët, të cilët punësohesin çdo njëri që lypte punë, ka qenë jashtëzakonisht i vogël, si ta them. Mas plenumit Brioneve kanë mri, të shtohet shumë numri i vajzave të shkolluara, që shkolloheshin, të shtohet numri i shqiptarëve që punësoheshin, të shtohet numri i shqiptarëve në organet e sigurimit, të shtohet numri i shqiptarëve në gjitha institucionet, në gjitha organet, në gjitha fushat e jetës. Dhe e prunë Kosovën deri aty sa Serbinë e kapin i shqetësimit të mërshëm kur dëgjoj shifrat, se në Universitetin e Prishtinës studiojnë si të rregullt, ose me korespondencë 50.000 të treja. E thajshin në Serbi, e shkruanin bashk, Universiteti i Beogradit, i Nishit e i Kragujevcit nuk kanë aq studenta sa ka vetëm Universiteti i Prishtinës. Fadil Hoxha është akuzuar që nga konferenca Bujanit e gjerë në vdekje të tij si armik i serbëve.